mbrojtës i qytetit, fort lumturi, jetët nderuar, përfaqësues të trupit diplomatik, Jeropsal të hirshëm, vëllezër dhe motra më Krishtin, shekujt e mbarë të krishtërimit, qenë korat më të vështira, por njëkohësisht dhe më të lavdishme për kishën e Krishtit. Ambienti dhe atmosfera, në të cilin u përhap lajmi mirë, ishte padyshim një tokë e hetur dhe zhuritur dhe priste shpëtim. Por nga ana tjetër, qëndronte dhe dara e hekur të idhujtarisë së veshur me pushtetin perandorak absolut. Shenjti madh Prokop, që në fillim quhej Neanias, jetoi në kohën e perandorit Dioklician, i njohur botërisht si përndjekës i të krishterëve dhe mbështetës i politeizmit tradicional. Ngjarjet historike na çojnë në Egjipt, ku shpërtheu një rebelim nga Aurelios Akilea, i cili pretendoi dhe guxoi fronin perandorak, por që pas 8 muajsh rrethimet e hekurt e humbi jetën dhe Aleksandris ju kthye qetësia. Nëna e tij Theodosia guxoi që me një shumë të konsiderueshme të hapte rrugën e birit në karrierën ushtarake dhe diplomatike. Perandori dakordsohet dhe i jep Deriut Neanias postin e dukës së Aleksandris, e vesh me pushtet dhe jep mundësinë të tregojë aftësitë e tij. Në fjalët e urta thuhet: shumë plane ka në zemrën e njeriu, por vetëm plani i Zotit mbetet i pandryshuar. Me sa duket, Shën Pavli nuk qej vetëm në kthimin e tij në shkretëtir. Krishti shfaqet dhe e fton ta pasojë atë, të bëhet një në tij e zgjedhur që të kthente dhe shpirtrat e tjerë në shpëtim. I riu nuk guxon, i riu nuk nguron, ngrihet i vendosur dhe i bindur se Isu Krishti është lirëtari i vërtet dhe vetëm ai mund të bëjë errësirën e vërtet nga shpirtrat e njeriut. Fjala jote është një llamë në këmbën time dhe një dritë në shtegun tim. Panorama e botës së sotme çuditërisht janë me atë të kohës së antikitetit të vonë dhe krishtërimit e hershëm. Edhe sot po të njëjtat situata, kudo çoroditje, kudo grindje, nga do etja babëzike për të pasuruar sa hapën mbyll syt, dëshira për mashtrim, fëmijë të pabindur ndaj prindërve, mungesë e thellë respekti, praktikje e dëshirës së mirë për të qenë një model i moralshëm. Grupe njerëzish që udhëtojnë pas një qëllim, çka tregon që në brendin e njeriut mungon drita e vërtet, ajo e ungjillit. Shën Prokopi e kumdon dhe ndjen aromën e mirë të ungjillit dhe përqafoi me zell misionin e tij të dëshmisë së mirë të përçonte shpresë, jo në një mënyrë romantike, por reale dhe të guximshme. Merrni zemër, unë munda botën, thot Zoti në Ungjill. Mbrojtja e rrethinave të Jeruzalemit do të jepte mundësinë që jo vetëm të tregonte aftësi ushtarake, por besimin e tij të pohuar publikisht, jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Përballja me guxim. Për shenjtorin erdhi ora e së vërtetës të pohojë ndryshimin midis dritës dhe errësirës. Mos mallkoj errësirën, por ndjes një dritë në jetën tënde, errësira do të tërhiqet, thot gojarti i hirshëm. I shtrënguar nga bota e idhujtarisë, por nga ana tjetër i gëzuar për lajmin e mirë të ungjillit, ai në mënyrë demonstrative e flaku brezin e nderit, të fituar me pasurinë e kësaj bote dhe aftësinë ushtarake. Tregon publikisht se për të fituar mbretërinë e Perëndis duhet kaluar nga rruga e ngushtë, plot gjemba dhe vështirësi pafund. Në kohën e sotme, përsëri paraqiten vështirësi dhe pengesa pafund. Të jesh i ri është një gëzim, një moshë plot energji dhe gjallëri, por të praktikosh besimin duhet guxim dhe durim, sepse përballesh me shumë sfida. Oferta qëndron përpara, të ndjekësh Krishtin apo botën, të argëtohesh si njeri apo të marrësh zgjedhjen e butë dhe të ëmbël të Krishtit. Nëse fillojmë të lexojmë Ungjillin, pjesa më e madhe e pyetjeve do të marrin përgjigje dhe pjesa e tjetër e mbetur plotësisht do të plotësohet nga praktikimi i besimit. Besimi nuk tregohet vetëm me fjalë, por me vepra, thot gojarti i hirshëm. Pjesa më e rëndësishme e shenjtorit është ajo kur ai përballet me torturat, të cilat e sprovuan
dhe mbi të gjitha dhanë një dëshmi që sa i vërtet është hiri i Perëndis në ndarën e fortë të torturave. Bota e teshme pagane vuri në përdorim të gjitha mjetet dhe makinacionet për të përullur martirët, por qëndresa e tyre dha një shembull të gjallë, predikimi për botën e ateshme dhe burim frymëzime për kohën tonë. Në botë do të keni shtërngime, thotë Zoti në Ungjil, por unë e munda atë. Në ambienti ku jetojmë, nuk kemi të njëjtat mjete torture, por nuk mund të themi që s'kemi shtërngime. Sot nuk ka shpat, por ka fjalë therrëse dhe ironizuese. Sot mungon Koloseu me kafsh e bishat negra, por nuk ndalojnë thashetemet dhe shpifjet. Nuk shikojnë gjelat dhe pranga, por kemi pasione dhe mëkate gërryese së brendshme. Nuk paraqiten pont Pilak dhe Herod, por kemi me shumicë narkotik dhe jetë të shfrenuar. Nuk vërejmë turma në stadiume që bërtasin kundër të krishterëve, por kemi rrjete sociale që valvitin flamujt antifamilje. Prandaj, duke rezistuar këtyre vargonjve të botës së sotme, të krishterët pasojnë dhe pësojnë të njëjtat martirizime si të shenjve, të cilët na kanë lënë një shembull të qartë dhe të saktë se si fidohet mbretëria e Perëndis. Ai që duron deri në fund do të shpëtohet, thotë Zoti në Ungjil. Durimi i Shën Prokopit, qëndrimi i tij palkundër, dëshmia e besës bën që zëmbra e pasbutur e nënës së tij të pranojë Krishtin. Të pohoj dhe të rrok kurorën e martirizimit. Më lejoni të jem një ushqim i bishave, përmes të cilave arri tek Perëndia, thot Shën Ignati i Antiokis. Në Ungjillin e caktuar për nder të shenjtorit, Zotin e ndiknin turma dhe e preknin, shëroheshin nga të gjitha sëmundjet dhe lëngatat e tyre. Apostujt po ashtu, më pas ktheheshin të gëzuar dhe raportonin ngjarjet, por Zoti u thot diçka shumë të rëndësishme: gëzoni më tepër se emrat tuaj u shkruan lart në qiell. Shën Prokopi që po kremtojmë sot, i mori të dyja këto dhurata. Ai jo vetëm mori hirin për të shëruar çdo lëngat, por më e rëndësishmja, emri i tij u bë i pavdekshëm, rendite ndër shenjtorët dhe ndërmjeton për të gjithë ne. Ungjilli është libri më i thjeshtë dhe më kuptim plot. Nëpërmjet dritës së tij ne mund të gjejmë dritën e vërtetë. Jo të gjithëve mund të na jepet dhundia e shërimeve, por gjithsecili mund të jap kontributin e tij në trupin e Krishtit që është kisha. Një predikon, një psal, një ndihmon të varfrit, një mëson në katekizëm, një shërben në mirëmbajtjen e kishës së Krishtit, një ngushëllon të dobtit, një ofron anën monetare, një ndërton dhe stolis kishën. Përpara se të dorëzonte shpirtin e tij te Perëndia, Prokopi drejtoi një lutje Isu Krishtit, që ai të dërgonte dritën e njohjes, që të shëronte të sëmurët, të ndihmonte të pambrojturit dhe të jepte hir të gjithë atyre që nderojnë dhe kremtojnë kujtimin e tij. Pastaj ai uli kryet e tij te xhelati dhe pranoi martirizimin, duke u derdhës një ofertë pijeje, siç e thotë dhe apostulli Pavli në një nga letrat e tij. Fort lumturi, vëllezër dhe motra më Krishtin. Panairi sotëm në këtë kishë të re të Shën Prokopit, let jetë për të gjithë ne një ditë gëzimi dhe ndriçimi, një ditë për të hapur zemrat tona, për të kuptuar fjalët e Ungjillit, i cili është i vetmi libër që ka një mesazh të qartë dhe tregon se Isu Krishti e ka të gjithë fuqinë dhe pushtetin që të ndriçojë, të pastrojë dhe të shenjtërojë. Amin.